Xhamia e Bajraklive është monument i trashëgimisë kulturore që gjendet në Bej të Kosovës. Xhamia Bajrakli u ndërtua në vitin 1471 nga Sultan Mehmet Fatihu. Në skenën e saj, xhamia përbëhet nga salla e lutjeve, hajati dhe minaria. Në brendin e sallës së lutjeve veçohet mihrabi, mimberi dhe makfili. Interieri veçohet me piktura murale, të cilat përmbajnë elemente të botës bimore, figura gjeometrike dhe citate të Kuranit. Në kuadër të xhamisë janë edhe varrezat e personaliteteve të njohura të qytetit, ku gjenden edhe varri i Haxhizekës Plahi i Ali Pashkucis.